Qysh ke qaj momenti sa që u keqësu gjendja jote? Qysh ndodhe? Se na e dim prej asaj shtëpisë Kosovës që ti e ke tregu që i ke pas pak të lashë, ndërkohë... Unë jam lind me këtë problem, do me thonë këtë problem ka shqetësu mu gjatë krejt jetës, po që nuk kemi zgjedhë zgjidhjen adekuate, kohën e shkruni që ashtu të me ndodhë. Edhe, do me thonë, kur jom keqësu, kur e marrë prej Shkupit, jom keqësu shumë, se mjekë më kanë lëshu prej spitalit me gjakderdhje, pa më tregu që kam gjakderdhje të mençme, atër unë kam fillu me hup oksigenin, vlerat e gjakut, ajo është normale kur ti u vlerat e gjakut që të s'ki asë oksigen në trup, edhe jemi nisë për Prishtinë atëherë, do me thonë, o konë, Antigona dhe Valoni, e di që në 2 natës keni ardhë me një plaf edhe me një astë këtë majtë, kur nuk e harroj, po që edhe doktor Kolën që aj ma ka këthy busqeshin ato ditë, mjep ke shumë vullnet edhe mjep ke besim që kë ka me mnimu, kë ka me më shpëtu. Edhe normal, gjitha ata tjerë që janë mundu me bo diçka, pos ishtë problem që nuk mu i keme u zgjidh këtu, edhe gjatë udhimit tim për në Beograd, shumë orë rrugë, normal që unë e lodhë, ishtë frika që amu i me mbri gjallë dhe atje, për dhimve të mdoja, pastaj ka fillu temperatura shumë e lartë edhe ku ma në gjendje komem, ka u vedia. Edhe nuk maj mund ma në pjesën tjetër. Ta shatë pjesën e komës e kena folë privat, po aty e kupton njeriu që jemi qenje kozmike edhe që nuk mjafton kur gjo me bona pa pas një vullnet për taj neve. Ajo është Zoti jonë, pra unë du me kallëzu që gjithë kjo ngjarje dhe përsitja e enëve të gjakut në organizmin e sasës ka ndodhur në Ramazan, kur kjo ka qenë edhe në gjinushëm, edhe ka qenë një problem të cilën unë ton kohën i thosha mos në gjina, edhe kjo nuk doj kemi hek dorë prej asaj, edhe më kujtohet, kur më ke thonë që tu ka kompliku, më kujtohet që të kom thonë atë kom thonë, bërë mos me në gjinu. Edhe, po a shef Zoti i madh e ka llogarit tanë këtë punë edhe e ka ditë që ti ke mu dasht mi zgjedhat problem, edhe tash jeshu qërë mirë. Për pos kësaj pjesës shëndetësore, Saranda, ka edhe një histori baja gjithë zërshme edhe familjare, na do në me ta prek pak edhe këtë punën e gjendjes tane, sepse ti duhesh me qenë shembull për gratë të cilat për një çarap i dhënohen, ose për një, çka diun, për një më ka kthy fjalën, ose më ka thënë kështu, ose më ka thënë ashtu, ose më ka tradhtu, ose më ka bë këto. Një vajzë të re si ty të ka çu Zoti aq shumë peripeti në jetë, të cilat ti përveç që i ke kalu, jo po ke met shembull edhe ikonë një vajzës fort, edhe me karakter, po edhe me pozitivitet. Ato e din zemre, sa lufton, sa mundona me ja pozitivitet të tjertë edhe me smi shqetësu tjertë. Në është ama përpara jo mërzit për gjona shumë thjeshta, shumë, do me thonë, në është e punë edhe pa pjekne, pa provune me jetë, jo me mësu që ashtu të më rrit, jo më rrit me shumë dashni, nuk më ka mungu dashnia dhe për që të në është të kumandu për gjona tjera banale. Po, kur pi bëjsh që do vjetë, se ta shubona 30 gati, më do këtë që u plaka, po kuptojshe se sa ka rëndësi nana, sa ka rëndësi baba, do me thonë, ajo është e vërtet që kërkush vendin e nanës nuk e nëzën, vendin e babës, se cili ka vendin e vetë, po krejtë më kanë kritiku pse ku më folë, pse ku më thonë, do me thonë jetës nuk i dihet, nana është nanë, është një sanë që unë e ku më kalu, nuk më pas pse me majtë më shef, nuk e kam kompleks, një njëri që më ka këqyrë, më ka respektu edhe që nuk më ka ndohë për i fëmijëve të mi është mami që e ku më përmenë gjithmonë për Gjithsesi unë e përja spjegoj pak shikuzve për ata të cilët nuk e din historinë tonë, se ka dhe do vjetë, e nuk dhe me thonë që i ka impa dhe gjitha emisionet. Saranda ka lind në një familje, ka lind jashtë martese, një fëmijë jashtë martese, baba i saj Sarandën e ka ba me një gru të cilën e ka dashtë shumë, edhe mirë po në familje ka qenë një tjetër gru me 2 fëmijë, edhe
ata dy dashnort e Venedikut janë përla një ditë, e kanë bërë sarandën, kanë jetu bashkë, një ditë janë përla edhe nana e sasës e ka lanë sasën të dera të gjyshi, të shtëpia e gjyshes edhe o largu, kështu që një nanë tjetër e cila ka qenë në shtëpi ka emrin Ema, zonjë të cilin e përshëndes shumë, e ka marrë sarandën edhe e ka rritë barabar me fëmijët e vetë, të cilët kanë qenë normalisht për të njëjtit babë, por saranda është rritë edhe është bo thuja se gru, kur e ka marrë vesh që Ema nuk është nana e vetë. Po, dhe me thonë, njeri u përjeton traumat të ndryshme në jetë dhe si një 17 vjeqare ka qenë shumë e vështirë për mu, në kohën ma të vështirë, në fazën ma të keqen, me e kuptu që dikon tjetër e kinon. Unë nuk e kum kuptu prej ndasis ose prej, do me thonë, mos dashnis, mos kujdesit, e kum kuptu si e kum kuptu, do me thonë ka kalu e koha tu e kërku, tu rip mi taku nanën, se ma e re dhe jam tipi që jam ma e dashne, kam qef me falë, kam qef mi qëtësu gjanat, po që nuk ka ndodh ashtot. Edhe ne u takum, pam që bashkë, në fakt, unë fillova pavarësisht asaj që se kum po 17 vjetë, në erën e nanës e kum një, në momentin kërë kum taku. Edhe ups. Sa ti më ke premtu që edhe unë jam një farnane për ti. Po, bile kur thashën shpi që më ka thirë Antigona dhe duna me shku, ato hollat me njëherë, pa Antigonën duhet zhagash me shku në emision. Kështu që jo vetëm unë, po e ki respektin normal prej krejt familjes tonë. Edhe nuk po du me vazhdu me të regu historinë, nuk është që du me thonë tjertë sa gjëna me bo viktime, në është sanë që gjithse cilin e emocionon, momentin kërë shojmë një film emocionohem, e lemo kërë përjeton me të vërtet. Edhe aty kërë takum për herë të parë, me thonë drejten e ndjeva edhe tamon në kuptova pa kur që ajo është nana ime, prej aromës. Edhe okej, fillu me pas një farë kontakti, atër nuk ka pas Viber, këto rrjetet sociale, kemi folë ma rrallë, por u tërheko pas kohë për shkak të problemeve të saj, ku e dynë martesës, fëmive, edhe ku marsjetu që në shtanë nuk e din fëmi të burri, edhe s'kum dash një qitë të lashe. Në ndërkohë, kur smuva kom qenë, do me thonë me ta, kemi konë të folë, e di që ajo të natë kur komran koma ka thirë këtë kohën në spital, ka pytë për shëndetin tim. Unë jëmë kone e që s'kum dasht mi u përgjigjë, u ardhë motra, ma ka thonë telefonin, ka thonë që nana po tirë, s'kum dasht mi u përgjigjë. Ajo të kohë ka qenë të marrë me dokumentacion, me pashaport, ka qenë të e pëjtë shtetsin e Gjermanis me marrë, edhe nuk ka mujtë me qenë në momentin ma të vështirë në tjetës. Edhe thësha që në qoftë se kisha ardhë, do me thonë në momentin kur unë me të vërtet kum pas nevoj për ta, nështë asanët sot kishin qenë ma ndryshe. Ka qenë një farë dhome, shok dhomë, ku atu ka orë babi për çdo ditë. Do me thonë, aj ka najtë, ka flejtë edhe në kerë, tu pritë. Të e di po. Me kalu, më bo ma mirë, edhe kur kum thonë, do me thonë, këtë kohën shpresa aja e më kohën e vetë mjatë, mi po ato t'u hinë qatë derë. Të e në tema trauma, po duhena me kaldru që kanë kalu. Edhe nana jote, pëse s'ka mujtë më ardhë në të kohë, nuk ka qenë mirë sepse ti ke pas nevoj për ta, por që pra sasa e ka kalu edhe që ata. Po, unë kum kalu vështirësit ma të mëdhaja njeti, kum kalu, faleminderit Zotit jo vetëm, e shumë njerëz që më kanë dosht. Edhe dojnë edhe shumë njerëz. Dojnë. Edhe më ka bo mu një mirë, do më thonë, kur jam smu, sa shumë njerëz më kanë ndihmu, edhe sa shumë njerëz më kanë thirrë, edhe sa shumë të kanë dashur. Edhe sa rreth të madh kom kriju
mitësis tjetër, pastaj poshtë edhe kur dola në zgjedhje, i fitova për asamble, me thonë, këtë kjo ka qenë prej dashnis njerëzve. Po, këto gjana unë du m'ju kërku falje, se çdo emision, këtë njerëz të më thojnë, a ki bo me kajt, dhe ku më thonë që ju më bo si ata seriale turk me epizoda. Po, janë sene që nuk mund është me i largu, është pjesë e jetës, edhe në momentin kur vendos me qenë fytyrë publike, nuk i pse me im shef, kjo është realiteti im. Ja, unë kam qef me ja kujtu njerëzve, sepse ti e, ku të shofin në për Facebook, edhe të shofin në për Instagram edhe në për të rrjetet sociale, njerëzit mendojnë që kjo vajzë i ka zgjedh tona problemet. Po, që shka ndodhë, dhe ka ndodhë, kanë thonë kjo ka ripare, kjo s'pas ka qenë smute, kjo filma kanë bënë për televiziona, ashtu kështët, po i thëmë inshallah, Zoti nuk e sprovon kërkën edhe nuk ja qënë në vete, se mja që dikujt vetëm qerekun e asaj që e kom përjetu unë, nuk e di, nuk kishin mujtë mi përbalu.